Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka gjobitur me 1 milion lek kompaninë Gjikuria për grumbullim dhe hedhje të inerteve në dhërmi. Gjatë inspektimit është konstatuar një vend depozitimi mbetjesh inerte dhe dhera të dala nga gërmimet në krye të fshatit. Rezultoi se kompania kishte kryer shkelje sepse nuk ishte pajisur me leje mjedisi të tipit B. Kompanisë i është pezulluar aktiviteti deri në pajisjen me leje përkatëse, si dhe ka detyrimin për të rehabilituar zonën ku janë kryer depozitimet e inerteve brenda një afati të arsyeshëm. Në një vërojtim të realizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, mbi 82% e të anketuarve mbështesin vendimin e gjykatës së lartë për rishikimin e praktikës mbi masat e sigurisë, që kërkon që arresti me burg të konsiderohet nga gjyqtarët dhe prokurorët si zgjedhje e fundit. Vërojtimi nxjerr në pas se SPAK vjen të ketë një mbështetje gjerë popullore, por shumica gjithsesi mendon se nuk ka gjurmuar sa duhet pasuritë e krijuara nga krimi dhe korrupsioni. Dje gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj për zvendësimin e arrestit në burg me një masë alternative më të lehtë. Gjykata lan fuqi vendimin e apelit posaçëm marrë më 24 shkurt vitit 2026, i cili e kishte lënë pa ndryshuar masën e sigurisë sektore nga shkalla e parë, pra Veliaj mbeti në burg. Vendimi vjen në një kohë kur vetë gjykata e lartë ka marrë një vendim unifikues mbi rishikimin e praktikës së arrestit, duke konsideruar atë si masën më ekstreme të sigurisë. Për herë të parë në shërbimin publik shëndetësor në vend do të kryhet trajtimi hormonal i personave transgjinor. Udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton kriteret mjekësore, procedurat klinike dhe monitorimin për terapinë hormonale, e cila do të ofrohet në QSOT dhe do të mbulohet nga fondet publike. Protokolli parashikon trajtim për të rriturit, por edhe për adoleshentët nga 16 vjeç, kur vlerësohet nga mjekët dhe ka po ashtu edhe miratimin e familjes. Qeveria ka miratuar një projekt ligj të ri për të lehtësuar aksesin në financë të fermerëve. Për të parë caktohet me ligj se për të marrë një kredi fermerët mund të përdorin si kolateral në bank prodhimin e magazinuar ose produktet që presin të korrin.